Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Our School Podcast. Me mua sot këtu është Kristina, Donaldi, Sonja dhe Luelda. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot do të bisedojmë rreth aktivitetit të lidhur me 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, ku si pjesë e organizimit Gjimnazi ynë u parashit me një dramë dhe me piktura që lidheshin me këtë tematikë. Drama me të cilën ne u prezantuam në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu ishte një mënyrë e mirë për të treguar situatën e vërtetë të çdo gruaje që është viktimë e dhunës, gjithashtu duke dhënë një ndër shumë zgjidhje. Në fakt ne kishim shumë kohë që bënim prova dhe dita e dramatizimit ishte produkt i gjithë këtyre ditëve punë. Madje ta tregojmë se ç'ndodhi me aktrimin tonë. Dita e shfaqjes, kontakti me skenën dhe me publikun bëri që versioni përfundimtar ta kapërcente çdo provë që ne bëm. Këto janë pra emocionet e mira të skenës. Padyshim, kjo është e bukur e aktrimit, por le t'i njohim të gjithë me tematikën e dramës sonë. Kemi të bëjmë me një familje patriarkale ku babai i familjes ushtron dhunë psikologjike, fizike dhe ekonomike ndaj nënës, e cila është e nënshtruar. Abela është vajza e shtëpisë që zgjidh konfliktin nëpërmjet komunikimit. Për të treguar që komunikimi është çelësi i zgjidhjes së çdo problemi. Ashtu sikurse komunikimi me piktura tenton të përcjellë një ngjarje nëpërmjet tonalitetit të ngjyrave. Padyshim, në fakt duhet të pyes fillimisht Kristinën se si ishte të luajë rolin e nënës së dhunuar, sepse përsolli shumë emocione tek spektatorët në sallë. Të bëjë rolin e një gruaje të dhunuar ishte diçka e vështirë, nuk ishte lehtë sepse kjo lidhet shumë me natyrën e individit. Megjithatë, u bazova në shembuj të ndryshëm që kemi dëgjuar e në video të shumta për të arritur këtë rol. Donald, edhe ti kishe një rol po kaq të vështirë, një baba dhunues. Se kisha menduar ndonjëherë se do ta bëja për hir të vërtetës. Dua ta theksoj, është një moment kulminant ku unë, si baba i dhunshëm, godas tavolinën për të treguar forcën time. Mund të them se kjo është një nga ato momente që në skenë bëri një lloj diferencë në konceptin e nervit të personazhit dhe më pas e folra rrjedh me dhunshëm. Sipas skenarit, megjithatë, besoj se me ndryshimin tim në fund u dha mesazhe. Por s'kemi arritur aty akoma. Luelda je një interpretuese shumë e mirë dhe në rolin e shoqes së Abelës, e shoqes sime në rol, të jep një zgjidhje, na e shpjego pak më tepër. Në dramë kam rolin e Drinës, shoqës që ka një nënë avokate dhe një familje të mirë ku mbizotron një lloj paqe e duhur dhe komunikimi. Si shoqë të ngushta, Drina njeh mirë situatën e Abelës dhe i ofron fillimisht një ndihmë ligjore, diçka me të cilën Abela nuk është dakord, sepse nuk do të dalë kundër dhe të ndruhet ndërlikimit të situatës. Prandaj, unë i jap si zgjidhje të shkojë të flas me babain e saj dhe ta mbinë që ai duhet të ndryshojë sjelljen. Por ishte ti në rolin e Abelës, na thuaj ti diçka për të. Kur e shkruaj të dramën, kisha parasysh shumë natyrën time komunikuese, një natyrë që flet dhe këto dy parja vendosa Abelës. Fillim mbasi Drina zhduk atë ngërçin e vendosur në zgjidhjen e konfliktit. Për mua ishte një eksperiencë shumë e veçantë sepse dha mesazhe të forta dhe roli i Abelës parashtron një tezë që radhë herë preket nga të rriturit, faktin që fëmijët kuptojnë shumë mirë dhe mund të zgjidhin shumë mirë konfliktet. Padyshim, duhet të theksojmë se drama përcjellte mesazhe shumë të forta, pasi salla ishte e mbushur nga të rinj, zënës të gjimnasit në infrashëri dhe jo vetëm. Ndaj ne, mbas shfaqjes, folëm gjithashtu për mënyra të shumta se si mund të përhapnim më tej këtë nismë. Po, dhe përveç teatrit dhe pikturave, përmendim shpërndarjen në rrjetet sociale, aktivitetet sensibilizuese, workshope të ndryshme e shumë të tjera. Të ndalemi pak tek piktura. Sonja, cila ishte domethënia e pikturës tënde? Në pikturën time ndodhet një fëmijë me një arush të vogël në duar, për të treguar se dhuna në familje dhe ndaj nënës së familjes përcillet në një mënyrë të tillë tek fëmijët dhe detaji i lodrës përfaqëson ndjenjën e të qenurit të pambrojtur, sepse këto janë pasojat e dhunës. Vërtet, dhe ne u munduam ta hidhnim poshtë gjithë këtë. Dhe mund të shtojmë se i gjithë aktiviteti ishte një aktivitet i realizuar shumë mirë. Padyshim, kështu ne përshëndesim dhe nxënësit e tjerë pjesëmarrëse në aktivitetin e pikturës, sepse ishte një numër i lartë nxënësish. Gjithashtu, japim mesazhin se në shoqëri duhet të solidarizohemi, të bëhemi pjesë dhe të ndihmojmë në situata të tilla. Kështu ne ju lëm takimin në podcastin e radhës me një diskutim interesant mbi një tjetër dramatizim, këtë herë për ditën e rinisë. Mirupafshim.